në studio me ne është kampioni i karates Enver Idrizi. Sa kënaqësi të pas në studio. Jemi rrit me figurën tënde, kampioni i karates. Shqyqo, gjy dush merreni ju. Një herë karatist për herë karatist apo me mosh? Mas pari mi avdon përgjigjen e jeni rrit me mua, është e vërtet ajo. Generatat gjithat tarta në atë kohë u konë ndryshe. E kanë marrë një gazetë, e kanë nxurë për mahall, pi mahallës ku kanë prashit kolomosha në gjendje konë kënaqësi e madhe. Tani ka dalë Facebooku, bëhet kampion veç 2 sekonda dhe mo harrohet. Jena generata e patligjonave dhe specave. Jo e kaviarit, po ajvarit. Qa ashtë, bravo. Unazën i ke shumë bukur, qa të thotë unaza? Ka diçka? Po, kjo është vjetër shumë, babgjyshave tona këtan. Sa e bukur është. Faleminderit shumë. Sigur unaza që të dhe djarë din. E ora? Çka është ora? Kjo është ora me shqiponje. Ora unike me shqiponje që është? Ora unike me shqiponje. Si thire? Kjo është një markës që nga ka donë atje në Zvicër bëhet, se shë ma mirë. Duhet me afru kamera shqiponjen sa e bukur është në orë. Shqiponja e bukur është edhe këto e kanë promovu Jean-Claude Van Damme edhe mu ma kanë donë edhe aty edhe do tjerë që janë bërse Bajrami edhe do shok tanë të unë. A mundesh me ja dalë kur kite lashën rrugë me urreh, me dikon, ani pse karate është me regula? A është me regula fillimisht? Une ju kumton gjithë që i kom 6-7 nesencija 7 shteteve edhe kum jetu shtetet tuja, kum jetu kërë nga shku ne vetë atje, sigurisht që këna pas probleme në rruga. Qëfar në shtetësi ke? Po i kom 5 tonat i kom, Maqedoni, Kosovë, Shqipni, Bosnës të unë, Kroacis e kom Gjermanis edhe të Amerikës. Ti ndihesh? Si njeri thjesht. Jo, si qëfar nacionaliteti më mirë si? Una 28 karas shqiptar. Enver Idrizi, qëfar para përgatitje duhet me pas para një luftimi? Tërgova, në atë kone jena konë me gjysë patike, s'kena pas kushte. Në 4 ore në qu kena ushtru, në 5, 7, dhe me minimum kena ushtru 4 orë, dhe në 6 orë në ditë kena ushtru, me shumë kushtet vogla. E sot shemëll ka dollë, kur dull altia, dish bruslia. Kur dull telefoni, shkoj njerëzimi. Ju e pëdini veç që apo ndodhën që është në për këtë raste. Kërkoj fale që bukazëm, ndoshta njerëzit, unë e foli me gjuhën tanë Shqipe që është, nuk du me foli se është me prapavija, këtan. Po me pas karierë 45 vjetë, më konë gomar, më së ndiqja. Unë më taku minimum me 100 presidentat botës, me 100 fukara, me 100 miliona njerëzi. Edhe që tash, më konë ku me di që më konë stumë tabula ras, njeri më sënë diqka, kupton. Përse ta jam të thonë njerëzit në kuj kuptojnë këto sende, kur derë diqka me tërgu, kena qash bagaj të ma, bënë e sopë të i që tash i kom 6-7 në qëtësi i kom, sa njere në kupon botë, diqka ku mësu. Edhe kom qas tori mi u tërgu, po kur të tërgon të atë qëre, edhe kje po di ka diqka me folë. Barazojnë. Jo, nuk jam ma e meshën, unë jam robi Zotit, që jam kërkush une. Po, shumë karierë të madhe kena. Bënë e softi 5 titulla me pas me një kampionat botës të Evropës, sa turnirat, sa sendet, sa filmi, sa kjo, sa jo, për ditë njerëzit fertona me shkrujt dhe s'mundin me shkrujt ato, dolen e ta komentanta qëra kjo parant, edhe ti po t'ishtë diqka me folë. Ke pas një luftim, qka e ka obligim një karatist me i qëndru disciplinës gati para një luftimi, ose cila ka qenë rutina jote? Vetëm me një fjarimet për në dëratë e Zotët. Okej, mirë. S'po mëj me marë përgjigjën, a dush mos me ongër ushtrimi intenzive, pësi që kesh dush me qeni qetë? Po, kur ta tërgova të fundin, që është për të dërgori porën. Normal dush me qenë 10% talent. Okej. Dush me pas mjekin tonë, dush me pas finantë, dush me pas psikologa. Për 2 janisa, dush me pas ato. Një dush me pas spat. A ke pas ndo një rast kur s'ke qenë gati, pësi që kështë me hynë luftim? Një rast e kom pas, ina në finale kampionatit evropian, në atë kohë më konë kampion Evropës edhe botës u konë e pa mundëra. Një shqiptarë marë me një qonë me të rëndit këtë botën. E din krejt ta dhe karatista e din krejt, po shumica edhe nuk e pranojnë ato. Po i edhe vllavi më thotë, isha me një ngjyrës një Anglisë, u konë 10 vjet më i pari në botë, u konë edhe kisha finalin shumë madhe.
Edhe ma bon tash, shumë i mirë është taj, ajo është këtu, dush mu rruj, dush asë, unë e kom marrë për dorë, e kom qitë jashtë, edhe ja kom shirë derën. Të qa botët ka dalë, ajo orë me më tuta, me mënon kra. Dhe me kënjeri, si më sta din vetën kush është. Edhe tin, kur rinë loj, ki vetëm dy sende, me upë dhe me fitu. Edhe kur e mi ma ato, për 30 sekunda kom fitu, krejtën që ditë, adin. Jo, për 30 sekunda. Cili është rekordi yt? Ka rekorda dhe matë, asimët, ato e kom fitu, ajo kom kampion i botës, e kupton. 30 sekunda me fitu një kampion i botës, 10 vjetë që është, nuk është e kolla e kupton. Njeri kur tin i pregadit, atëre ka psike një nivel shumë madhe ka. Kur opa pregadit, atëre është i do. Okej, punë vetë besimi. Vetëm pregaditja dhe besimi. Qa bën sot Enver Idrizi? Po shqonë, jetoj në një pjesë Gjermani jetoj në Kroaci, tash ja kom nisht mu transferu në Kosovë, sa mirë. Po në Kosovë, du mu këti kretë në Kosovë, du mu këti këtu me tu, edhe besoj që pi 99, dhe së një mu këti 96, 97 në troje tana, jem këti, se jam ko një kyqen ku dash më kom për troje tana, edhe jam shumë krenar. Shumica që kom tonë edhe në programit tjera që jam sonë gjyshi që kanë bo këta 10 vetë që pëtojnë që më të mejtë, do është të pineve këna bo dhe ma shumë sende se ata. Edhe cili janë ka qenë për me ndreq, me bo një Kosovë që kretë me pas lakmi, me pas infrastrukturën më të bukur, ekonomin, sigurin, sporti, artë dhe kultura, që të janë 6 segmente që e bojnë një shtetë që e kanë lakmi këtë bota. Sot jetoj, punoj me do bizniset mija, i kam bizniset paqa të mira, edhe në Gjermani, edhe në Kroaci. Jetojmë në një kohë ku duhet mu përmend që janë bizneset paqa. Po, dim se, që të jemi të qartë. Për aspekti i pastrimit është që unë kom qenë në ato vende që kom mujtë me bo qka të du. Po kom tonë, ja, ma mirë pak e zotni. Ma mirë pak e zotni. Edhe i qetë. Ushtriesh me flejt. Unë jam instruktor i cili jam ndoshta me vetmit në botë që kom bajt në Universitetin e Japanit stërvitje, që ati si pranojnë, shambull Japanve me mbaj stërvitje, ne kena mësu pjatinve. Edhe në Kroaci vinë 83 shteshte unë koordinator kryesor i asoj që s'ka kërkum bota si seminare, po kur ka ardhë pengameri edhe Isusin ka të ndvetë se kam pranu, që jam me të në matepë. Jo, mos të thuaj. Po, shumë mirë më ka të tëmë. Mirë, ta kanë pa mundësu klubin me hapa, po që është? Jo, po ti mujsh me hapa këtë dush klube, po është shumë kesh kër e marrë vitet 99 ku tamë. Atëherë, okej. 2001, disë që i këshim pas një 10 kampiona 20. Mirë, se edhe ne kemi fmi, edhe na vetë kishim dasht marrë me ushtru, nëse ke plan me hap ndonjë klub na trego? Ku me hap, qëtash ku me hap një klub të mirë, ku me hap edhe ku me hap klubin, jo për vetëm të mitë ju, po të mitë që me pak kushte, pak kur gjoj, kanë tonë, krejtë kanë frije kanë. O, sa mire, që kjo është lajmi mirë, pra. Po, që jo, pa tjetër, unë gjatë kom punu për gjata. Na si që të pata në studio. Falindere. Qofshi shëndetshëm. I përshëndes edhe juve, i dëshiroj suksese me familje, me krejtë edhe krenar që janë shqiptarë. Edhe na jemi krenar që Kosova edhe të gjithë shqiptarët u përmenden anë kënd botës në përmjet trofeve që more Enver Idrizi. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, faleminderit. Shumë knaçi. Faleminderit.